Këqyrini qëto pomje. Kemi njerëz nacionalës, një tjetër recension këto në set-upin e rikin jena dalë në zyret e reja, normalisht e kum ndryshu tashti edhe set-upin, kallëzom një qa po menoni për qëtë vend, kom plot hapsira, 600 metra katrori në zyret e reja, qatë shumë ka hapsirë, sa që mëj me bo vazhdimisht ndryshme dhe me më ratën kohën me ndru, mos me përsërit njëjtën, kallëzom një qysh pjodokët, mu do këgjanajz, butrin t'i mere tajna lët. Pjesa ma shtire punës teme është që dona me ullë, qëto edhe me kriju qëndrime për kongë tila, prej këndvështrimit tajnës nuk menej që është shumë bashkëpunim kë për të, ma shumë është kompromis. E kalkulume për arsye komerciale, për TikTok, për viralitet, e kom thonë edhe ma herët që qajo që u do kësi risi e saj në fillim, është këthy në formull. Harroje që na herë artistat e na mshelin një projekt sukses shumë me qatë. Gjithçysh kanë me vazhdu me të njëjtën formull, derisa nuk funksionon mo. Selmendje e kam veç me bo sene që ju pëlqejnë njerëzve, pavarësisht gjithë shkaje tjetër. Do me thonë, bojnë kompromise me shije, me vesh tyne, me gjithë shka që ka hin në mes qasoj të interesit njerëzve dhe interesit tyne, gjithmonë shkojnë për interesin e njerëzve dhe që ajo është aspekti që e urrej mas shumë të industria dhe estrada jonë. Mos harroni jo që jeni të interesu me ble kere, gjithçysh vizitojeni Alp Car Import në Instagram. Forca e tyne është çmimi, tash e kanë zyrën edhe në Vetërnik, kështu që siguroni me këqyr një herës aty, ta një këqyr një vendet tjera. Dhurata dora vonë. Dhurata dora e din shumë mirë që ka i shkëm për shtati, vonë është një trek dinjitës me vlera ridëgjuse për një kohë caktume edhe shumë lehtë e harrueshme tutje. Nëse e kishim përshkruar dhurata dorën me pak fjalë, janë qito që i thash, qatë ditë që te len muzikën dhurata dora, kërkush s'ka me thonë ku është më dhurata dora, s'ka qitë kongë më te. A mos arë qëtë kongë gjithçysh ki me një, për me qeni sinqert nuk menoj që është trek i dopt. As nuk menoj që është trek grejt në isan, menoj që është trek i mjaftushëm, nëse ka kuptem. Dhe besom një për një artiste që e bëm për katë shumë kohë dhe ka qëtë status në industri, me thonë, me qene mjaftushme, nuk është kompliment. Shkojmë që kena flër, Fero Gorilla, konga e dytë e Feros prej rikthimit bojshëm. Qashtu edhe qysh më ka morë menja, interesimi ka qenë në kull me dëgjune për kloba, Nisan do të me jep kredit Feros, njerëzit jënë tepër entuziast me ponë skenë. Këqyrini qëto pomje. Kur e keni pare perin e jujt preferum për herë të fundit të e marrë që si lloj dashnije. Si do qoftë kur flasim për Gorillën, fillimisht do na me thonë është trek i guximshëm, ama personalisht nuk ka të bëj me vizionin që e kum pas për soundin e tij, qysh ka me tingullu, kur e kum kuptu që ka me u rikthy. Njerëzit po e vrej që po i ndonë ndysh mendime, komuniteti jam, njerëzit e afërt mi krejt kanë një zëri, do me thonë që është trek i dopt, lartë që ndrën edhe me prishmërit e mija dhe asaj që ka konsideroj banger, po vrejat në body language edhe në qëndrim që kemi të boj me një person pak ma të pjekon, ma laid back. Mirë po për mu si fan se hip-hopit, sa ko me mujt me qeni durushëm, me të derisa të vjen me diçka që për një me është landmark i rikthimit, është çështje tjetër, nuk më pëlqej ky sen, nuk menoj që është rruga e duhëm për të, menoj që Fero e ka një momentum me cilin do të me qenë maj kujdesshëm qysh po e menaxhon, e ka atë elementin që ka i duhet me nëzit një turm, mirë po unë menoj që ka nevoj për ma shumë se sa që kaq, një rrëfim i ri, një qasje e ri, pak me marrë edhe prej evolucionit artistik, okej, energjia, mo definitivisht substanca në minus. Që ka shprejmeje, nëse ju pëlqen që avë, ju pëlqen kontenti jam, siguroni me follow në këj platforma.